E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të bërë një analizë të shkurtër rreth arsyes së daljes së brikenës ose gimbos sonte nga shtëpia. Miri, për mendimin tim, unë jap mendimin tim, u privilegjua nga produksioni pikërisht në natën kur u godit sa më shumë, dhe ky është produksioni i Big Brotherit, aty të godet, aty të trimëron, dhe realisht e trimëruan duke ja dhënë këta avantazhin për ta nxjerrë gimbon nga loja. Tani, do të thoni ju ku e kuptove ti Tiron që ishte dorë e produksionit. Po për shembull, supozojmë, në qoftë se Miri do të vinte në një ballafaqim Rogertin dhe Selinën, me daljen e Gretës nga shtëpia, eliminimi do të prisheshte, do të thënë televotimi do të prisheshte. Dhe në momentin që ky televotim nuk u anulua dhe vazhdoi të jetë i hapur, do të thënë tregon që produksioni ka shumë të rëndësishme të heqën njërin nga këto dy banor. Tani duke bërë matematikat e mia të ngjarjeve që kanë ndodhur brenda shtëpisë, unë jam shumë i bindur që banori i cili do të largohet nga shtëpia sonte është Gimbo. E para njerë Gimbo do të thënë nuk ka marrë as mbështetje fare nga menaxheri i gjestit, nga grupi i gjestit, sepse ka një problem tjetër. Do të thënë merren me situatën e gjestit. Gimbo sot u ndje pak i çuditur si mundet gjesti mos më sjellën asnjë dron brenda shtëpisë, do të thënë mos më suporton fare, sepse ai i ka dërguar drona gjestit. Dhe këtë do me thënë e shoh të qartë që sonte Gimbo do të lërë shtëpinë. Pa marrë parasysh se si është votuar. Mund të ketë Gimbo më shumë vota, por unë e di që Brikena ka më shumë vota, sepse ka patur fanbase-in më të hapur këto ditë, do me thënë fanbase-i i Gimbos ka qenë pak i koklavitur me rastin e gjestit. Por dalja e Gimbos është një lloj hakmarrje kundër drejt Selin, nga ana e Mirit. Unë në fakt ditën e djeshme u komentua shumë që Selina shkoi ta ndihmon Mirin, por unë mendoj që Selina me qëndrimet e saj dhe për të ruajtur dhe autoritetin familjar, ajo do të vazhdon të suporton Gimbon edhe nga brenda, edhe di që do t'i çon mesazhe, edhe di që do të ri para kamerave duke fol me të, por që do krijon një lloj afrimiteti me Mirin nuk do ta krijon. Miri mendoj që do të rëshket në këtë rastin, sepse duke menduar që Selina është vetëm në shtëpi, pa Gretën, pa Gimbon, do mundohej që të rikthej për mendimin tim atë raport që e kishte dikur me Selinën, sepse pa marrë parasysh që Miri të thotë që unë jam shumë i ftohtë që gjërat e tyre kanë mbaruar me vit të kuqe, unë e shoh që në zemër Miri thot krejtësisht tjetër gjë, do të thënë Miri e ndjen Selin, e don Selin dhe ka emocione për Selin. Dhe duke patur emocione për Selinën, produksioni dëshiron ta realizon këtë gjë. Tani, sa do të ketë produksioni fuqi tek Selina, se Miri do ta vazhdon. Do thënë Miri do tenton, do mundohet që të futet muhabet, do të afrohet tek banaku, tek veranda etj. Po nuk i pengon sot njerëz sepse i lë që të kalojnë me njëri tjetrin kohë. Nuk e di, sepse Selina është shumë e zgjuar, po sa do ketë Miri fuqi për ta kthyer Selinën, këtë gjë do ta kuptojmë, sepse ka ndodhur gjëra në shtëpi që Selina ka arritur ta kupton që me pjesën e Mirit është shumë grop jashtë, do të thënë shumë keq. Do të thënë ndikon familja, me patjetër që po, familja ka një rol të rëndësishëm dhe të gjitha këto gjëra do t'i shohim në vazhdim. Unë mendoj që sonte në këtë pikë të lojës del Gimbo, jo se Brikena ka diçka për të dhënë, do të thënë, janë në të njëjtin stad që të dy, por del Gimbo nga ana e produksionit. Sepse Brikena e ka thënë që unë brenda në Big Brother nuk lidhe me Mateo, nuk jap puthje, nuk jap emocionet të mia që unë dua të jetoj me Mateo në Big Brother, dhe kështu që domethënë Brikena e ka mbyllur më kapitullin e saj. Vazhdimësimi i gjës së Mateos dhe Brikenës do të jetë, thash ma preke dorën, më puthe kjo gjë. Ndërsa te Gimboja, edhe Gimboja mendoj që e ka mbyllur të gjithë kapitullin, puthjen e dha, lidhjen e krijoi, tani do me thënë po qëndron kod dhe produksioni thot, ta heqim Gimbon ne, të krijojmë një lidhje afrimitet Miri dhe Selina dhe 30 ditë të ketë dinamik, do me thënë të ketë me çat merret Rogerti. Dhe për atë arsye ndodhen kjo gjë. Besoj që edhe ju jeni të mendimit tuaj, dua të marr komentin tuaj.